Shqipëria tashmë për gati 3 vitesh është mësuar që të vizitohet nga shtetas nga vendet të dobta si India, Nepali, Bangladeshi për të punuar në Shqipëri për paga më të mira. Por për njerëz që po vinë si Sebastiani nga Costa Rica, si një vetëpunësuar, është akoma diçka e rrallë. Sebastian, faleminderit për këtë intervistë dhe pyetja e parë, mund të më thuash pse zgjodhe të largohesh nga Costa Rica dhe të vish këtu në Shqipëri? Arsyeja kryesore që zgjodha të vi këtu ishte sepse është një vend që vërtet ofron mundësi. Është një vend ku ndihem se mund të rritem dhe ndihem se mund të shfrytëzoj potencialin tim këtu krahasuar me vendin tim. Pra, pse Shqipëria? Pse jo Spanja, Gjermania, Italia, apo ato vende që kanë ekonomi shumë më të fortë se sa Shqipëria? Arsyeja është mjaft e thjeshtë. Nëse shikon modelin e emigracionit, do të shohë shumë njerëz nga vende si yti apo i imi që migrojnë në vende më të pasura për të gjetur një jetë më të mirë. Megjithatë, do të shohë se e kundërta është gjithashtu e vërtet. Shikon që vendet e pasura dhe shumica e vendeve të zhvilluara migrojnë shpesh në vende më pak të zhvilluara për të bërë biznes, sepse këto janë vendet që vërtet ofrojnë mundësi dhe që ende kanë boshllëqe për të plotësuar. Për mua ajo që ishte tërheqëse në Shqipëri krahasuar me Spanjën apo Gjermaninë është një vend që ofron shumë mundësi dhe ende po rritet. Nëse do të shkoja të konkuroja kundër njerëzve në Spanjë dhe në Gjermani, industritë janë tashmë të vendosura, janë tashmë të stabilizuara dhe nuk mund të gjej një vend si një individ i vogël atje. Kur dëgjove për Shqipërinë për herë të parë dhe çfarë mendove për këtë vend? Unë në të vërtet nuk kisha dëgjuar për Shqipërinë derisa erdha këtu. E zbulova Shqipërinë rastësisht dhe erdha fillimisht si turist dhe tani jemi në ditën e 500 të udhëtimit 2 ditor në Shqipëri. Pra, ti nuk erdhe këtu për të jetuar, por fillimisht si vizitor normal dhe më pas vendose të rish këtu. Kjo është e saktë. Mund të më japësh 5 arsye të mira që bëjnë Shqipërinë një vend më të mirë për të jetuar se Costa Rica? Po mundem, arsyeja numër 1 dhe më e rëndësishmja për mua që vi nga Amerika Latine është siguria. Ndihemi sigur duke ecur në rrugë, mund të dal natën, nuk do të kem kur problem këtu. Dhe ky është një realitet që është mjaft i rrallë jo vetëm në Amerikën Latine, por edhe në shumë nga vendet e zhvilluara si Gjermania ose Franca, që kanë një nivel shumë të lartë kriminaliteti. Arsyeja e dytë do të thoja janë njerëzit dhe mirësia e tyre. Mikpritja juaj si shqiptar ndaj meje si huaj ka qenë padyshim e paçmueshme dhe ndihem më shumë si një huaj në një vend të huaj. Ndihem sikur dikush që sapo është kthyer në shtëpi. Arsyeja e tretë që do të ishte e rëndësishme është çmimi i jetesës. Çmimi në një vend si Shqipëria është më i ulët se në vendet e tjera ku kam jetuar duke përfshirë Shtetet e Bashkuara. Mund të kem një cilësi më të lartë jetesës këtu në Shqipëri duke fituar të njëjtën shumë parash që do të mund të fitoja në Shtetet e Bashkuara ose në Kanada për shembull. Pra le të themi nëse fiton $2.000 në Shqipëri dhe je në të njëjtën shumë në Costa Rica, cili është ndryshimi? Diferenca do të ishte e konsiderueshme, të jemi sinqert, me ato $2.000 nuk do të mund të paguaje dot qira në vendin tim, praktikisht askund. Ushqimi do të ishte rreth 40% e të ardhurave me atë shumë parash, dhe kjo duke jetuar vetëm. Do të ishte shumë e vështirë të rrisje një familje. Pra me $2.000 në muaj do të thoja që në vendin tim mund të isha një klasë mesme solide nëse nuk do të kisha familje, fëmijë apo persona që varen nga unë. Këtu në Shqipëri mund të jetoj një jetë me dinjitet me të njëjtën shumë parash. Përmende se je i vetëpunësuar, çfarë punë bën? Po jam strateg politik, drejtoj fushata, menaxhoj fushata dhe zhvilloj strategjinë për politikanët që duan të kandidojnë për poste. Punoj kryesisht online, megjithatë u thoj shpesh për të takuar me kandidatët e mi dhe ditët para zgjedhjeve për të dhënë atyre detaje. Sa lehtë apo e vështirë ishte për ty të bëje këtë punë këtu në Shqipëri? E vetmja vështirësi do të thoja është diferenca e orarit. Tani jemi 8 orë përpara Floridos, New Yorkut, Bregut Lindor, Shteteve të Bashkuara dhe 13 orë përpara Bregut Perëndimor, Kaliforni, ku kam disa klientë gjithashtu. Pra është me të vërtetë sfiduese të menaxhosh këtë diferencë kohore.
Në të njëjtën kohë, diçka e veçantë e Shqipërisë është se ka shumë opsione, 24 në 7, kështu që është shumë normale për mua të punoj në orën 2 të mëngjesit dhe nëse më vjen uria mund të shkoj të ha. Nga ajo që ke parë deri tani në Shqipëri, a mendon se Shqipëria është një vend mbështetës për sipërmarrësit e rinj dhe freelancerat që vijnë nga vende të tjera? Do të thoja po dhe do të thoja se kjo mbështetje vjen kryesisht nga njerëzit dhe jo nga ligjet vet. Nuk jam i njohur me ndonjë program qeveritar që ndihmon specifikisht demografinë time, por në terma të njerëzve dhe miqësisë së shqiptarëve, kjo më ndihmoi të gjej një shtëpi, të gjej vend për të jetuar, të di si të lëviz nga një vend në tjetrin, ku të ha, ku të shkoj në supermarket. Pra nga njerëzit është shumë mikpritës. Nuk di nëse qeveria ka programe të tilla dhe nëse i ka, do të ftoja këtë administratë të shpërndaj dhe reklamoj më shumë që njerëzit të përfitojnë nga mundësitë. Nëse mund të ndaje cilat janë dy gjërat që të pëlqejnë këtu në Shqipëri dhe dy gjërat që nuk të pëlqejnë. Pra dy gjëra që më pëlqejnë shumë është kultura e kafes ku ulesh me miqt. Është diçka që e ndajmë edhe në Costa Rica. Dhe ndryshimi këtu është se shkon me miqt, ulesh për kafe në orën 2 pasdite dhe pastaj në 10 të natës dhe unë mendoj çfarë po ndodh. A është kjo ende kafe? Thjesht ky socializim pa strukturë, sikur ka gjithkohën e botës të lidh me njerëzit dhe të bashkon me ta. Kjo më pëlqen shumë. Gjëja e dytë që do të thoja se më pëlqen shumë është ushqimi këtu në Shqipëri. Ushqimi ka qenë një kënaqësi e papritur, nuk dija asgjë për kuzhinën shqiptare para se të vija këtu dhe ka qenë një kënaqësi e vërtet. Dieta ime ka ndryshuar pothuajse tërësisht në bazë të qofteve tani. Dy gjëra që nuk të pëlqejnë apo nuk ke asgjë të tillë? Nuk kam asgjë, të jemi sinqert. Pra, Sebastian, cilat janë planet e tua për të ardhmen këtu në Shqipëri? Plani im është të filloj të punoj këtu në Shqipëri. Pra, do të ndërtosh të ardhmen tënde këtu? Po, ky është vendi ku dua të vdes. Kush janë planet e tua? Plani im është të hyj në një industri këtu që shpresoj ta ndihmoj të zhvillohet. Do të doja të ftoja më shumë njerëz të mësojnë për strategjinë politike. Mendoj se një nga avantazhet që ka Shqipëria ndaj vendeve të tjera është niveli shumë i lartë i edukimit dhe njerëzit shumë të aftë. Dhe mendoj se kjo mund të bëhet një industri në këtë vend dhe të ofrojë mbështetje për vende të tjera nga këtu. Në vizionin dhe ëndrrën time do të ishte të ofroja punësim këtu dhe të ndërtoj një shtëpi këtu. A ke ftuar dhe miq të tjerë nga Costa Rica të vinë në Shqipëri duke u thënë gjeta këtë vend është një vend i shkëlqyer për të jetuar? Po, kam bërë, do të thoja se nuk është për të gjithë, për mua është thjesht perfekt, por kam ftuar tashmë, kam vizituar 5 persona, familjar dhe miq, dhe të gjithë e kanë dashur vendin. Disa prej tyre po konsiderojnë të zhvendosen përfundimisht, pra është një vend shumë të rreqës për ne kostarikanët. Dhe familja jote, çfarë mendojnë ata për këtë lëvizje nga Costa Rica në Shqipëri? Në fillim ishim pak të paqartë për atë që është Shqipëria, ku është Shqipëria, çfarë vendi është ky. Në fillim ishte pak konfuze, pastaj filluan të kuptonin se çfarë më pëlqente këtu dhe sa i lumtur më bën ky vend dhe ky ambient. Është më i shëndetshëm për mua. Më lejon të jetoj jetën që dua, pra e kuptuan. Disa prej tyre e kanë vizituar, disa duan ta vizitojnë, të gjithë natyrisht mirëpriten në shtëpinë time. Nëse do të kishe një gjë që do të ndryshoje këtu në Shqipëri për të bërë jetën më të lehtë të huajve, çfarë do të ishte? Për të huajt konkretisht, wow, kjo është një pyetje e mirë. Diçka që do të mendoja, po bankat ndërkombëtare. Gjëja që do të thoja do të ishte një mënyrë për të transferuar fonde nga jashtë vendit më lehtë. Për Shqipërinë, pagimi taksave sigurisht. Kjo është me lehtë dhe Shqipëria është ende një shoqëri kesh, gjë që në të vërtetë më pëlqen, por për të marrë fondet e mia nga një vend tjetër ishte e vështirë. Nëse kjo mund të bëj me thjesht dhe nuk dua një bank të huaj të vi këtu, dua që një person shqiptar ta zhvilloj këtë ide dhe ta themeloj këtu, dhe jam i sigurt se do të bëj mirë sepse ka treg për këtë. Sebastian, faleminderit për këtë intervistë dhe për të gjithë historitë që ndave me ne.